Në kuadër të 8 dhjetorit, ditës kombëtare të rinisë, kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, zhvilloi një takim me Këshillin Vendor Rinor. Gjatë bisedës u diskutuan një sër çështjesh me rëndësi për të rinjt, duke u fokusuar në prioritetet për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve rinore, si dhe në artimin e një kalendari të qartë aktivitetesh dhe iniciativash për vitin 2026. Një nga pikat kryesore të takimit ishte nevoja për një buxhet më të detajuar dhe specifik për sektorin e rinisë, në mënyrë që të mbështeten projektet me karakter dhe vokacion rinor. Kryetari i Bashkisë e vlerësoi takimin si një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të rolit të rinjve në vendimarrje dhe rritjes së përfshirjes së tyre aktive në zhvillimin e komunitetit. Ai theksoi se të rinjt janë energjia, vizioni dhe forca krijuese e Pogradecit, duke garantuar se bashkia do të mbetet gjithmonë në krah të tyre për nisma dhe projekte që sjellin ndryshim pozitiv.